Pasi që Komisioni Qendror Zgjedhor shpalli numrin e votuesve në komunat për zgjedhjet e ardhshme të jashtëzakonshme parlamentare, antari i kryesisë së listës serbe Igor Simić theksoi se ka parregullsi të cilat, siç thotë ai, janë inxhiniering i qartë politik, duke deklaruar se në komunën e Graçanicës, sipas të dhënave të Komisionit Qendror Zgjedhor, numri i votuesve për zgjedhjet lokale është ulur me 740. Simić gjithashtu kujton se krahasuar me zgjedhjet parlamentare të mbajtura në shkurt, komuna Graçanicës në zgjedhjet lokale vetëm 6 muaj më vonë mori 2444 votues dhe se ata ishin kryesisht shqiptar. Komisioni Qendror Zgjedhor i Kosovës konfirmoi rezultatet e rundit të dytë të zgjedhjeve lokale për kryetarët e 18 komunave të mbajtura më në nëntor. Antarët e Komisionit Qendror Zgjedhor nga vetvendosja votuan kundër konfirmimit të rezultateve në Klokot, e vetmja komunë serbe ku pati në rundin e dytë. Sipas rezultateve përfundimtare, kryetari i komunës së Prishtinës mbetet përparim Rama me 51.41% të votave dhe Mitrovica e Jugut do të udhëhiqet nga Faton Peci për 4 vite të ardhshëm, i cili fitoi 53.67% të votave. Në ditën e FSK-s, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, kryeministri në mandatin teknik Albin Kurti dhe ish kryetari i parlamentit Dimal Basha dhe ministri i mbrojtjes në mandatin teknik Ejub Maqedonci vizituan pjesëtarët e forcave të sigurisë së Kosovës. Osmani tha nga kazerma Adem Jashari se ushtria e Kosovës është një pasardhëse e denjë dhe krenare UÇK-s, ndërsa Kurti theksoi se më shumë se 430 milionë euro janë investuar në armë dhe pajisje dhe falenderoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës për përkrahjen e tyre. Analisti politik Azdren Shalja beson se rezultatet e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare nuk do të jenë dukshëm ndryshe nga ato të zgjedhjeve të mbajtura më nën shkurt, por ai pret që mbështetja për Albin Kurtin të ulet. Vetvendosja dëshiron më shumë se 48 deputet, por përsëritja e rezultateve nga viti 2021 është e pamundur pavarësisht tendencave për të promovuar diçka të re, tha Shala. Arton Muhaxheri beson se mbështetja e diasporës për vetvendosjen është një rënje dhe beson se kjo parti e di se nuk e ka mbështetjen e diasporës si në të kaluarën. Arxhen Zeina i pohon se diaspora do të jetë thelbi, themra akilit për Albin Kurtin. Unë besoj se me 28 dhjetor ata do të tregojnë atij se ai nuk e ka me mbështetjen e tyre, tha Zeinaj. I ngarkuari me punë i ambasadës amerikane në Beograd, Aleksandar Titolo, theksoi se në një intervistë për ninin se administrata Donald Trumpit është e përkushtuar seriozisht për të ngritur marrëdhëniet midis Shteteve Bashkuara dhe Serbisë në nivel më të lartë. Kur u pyet nëse Shtetet e Bashkuara presin që Serbia ta njeh Kosovën në rezultatin përfundimtar të normalizimit të marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës, ai tha se prioriteti i Amerikës në Ballkanin Perëndimor është paqja dhe stabiliteti dhe se normalizimi i marrëdhënieve është një pjesë e rëndësishme e kësaj. Titolo theksoi se Serbia është në prag të një epoke të re në marrëdhëniet me Amerikën, duke përmendur si shembull bashkëpunimin e shkëlqyer ushtarak. Ish kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës Enver Hasani kritikoi qasjen e kryeministit të Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti ndaj dialogut me Serbinë dhe theksoi se Kurti hoqi dorë në mënyrë të pakthyeshme nga perspektiva e njohjes reciproke, e vendosi Serbinë në pozicion të favorshëm për të ndikuar në statusin e Kosovës në skenën ndërkombëtare dhe pranoi rolin operativ të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit. Sipas Hasanit, Kurti dhe ata që e këshilluan nuk e kuptuan pasojat e marrëveshjes sepse e keqinterpretuan përmbajtjen e saj. Dje në Beograd është mbajtur një takim i ministrave të jashtme të Iniciativës së Evropës Qendrore. Sipas diplomatit Zoran Milivojević, është ende një mekanizëm i rëndësishëm që mundson që proceset e integrimit evropian dhe tranzicionit të ecin më shpejt dhe më efikas me projekte dhe angazhime konkrete.
Presidenca e Serbisë, siç e vlerësoi ai, ishte e suksesshme në çdo kuptim dhe tha se Serbia, si anëtare e Trojkës kryesuese, do të kontribuojë gjithashtu në periudhën e ardhshme që kjo fushë të përfitojë nga dinamika e integrimit evropian dhe që iniciativa e Europës Qendrore do të luajë rolin që ka dhe e meriton. Moti nesër do të jetë me vranësira dhe shumë i ftohtë me shi dhe borë, pritet një rritje më teshme e mbulesës së bore në zonat kodrinore dhe malore, ndërsa pritet edhe formimi i mbulesës së borës në disa vende në zonat më të ulta. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 0 deri në 3, kurse ajo maksimale ditore nga 1 deri në 5 gradë Celsius.